Të nderuar miq, do të flasim për kuvendin kombëtar qytetar të protestës, por edhe për vetë protestën janë disa angazhime të saj nga kuvendi, protestë para parlamentit, protestë në shesh çdo mbrëmje përpara kryeministrisë që vazhdon për mbi 50 ditë. Por çfarë do ndodh tani në vazhdim, çfarë do të prodhojë ky kuvend, a ka prodhuar më shumë bashkim apo ndoshta edhe përçarje? Për këtë do të flasim me një nga pjesëmarrësit e tij që ishte pjesë e këtij kuvendi që u zhvillua ditën e shtunë, Evaristo Demiraj, i cilin e përshëndes. Ai ka pas një fundjavë të ngjeshur pasi erdhi në Tiranë, është kthyer prapë në Zvicër ku jeton dhe punon në aktivitetin e tij atje. Evaristo, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje Dylber dhe shumë faleminderit për ftesën. Faleminderit ju, por çfarë prodhoi ky kuvend në Tiranë? Atë ditë pam që u bët edhe pjesë e headlineseve ndërkryesore të mediave, si për debatet, si për konfliktet aty, ishte diçka që mund ta themi edhe shqiptarçe, ashtu sikur e biseduam edhe bashkë përpara se zhvillonin bisedën, por diçka spontane, nuk është ishte diçka para fasadë. Ky është populli, këta janë njerëzit, kështu i zgjidhin problemet, ka diskutime. Çfarë prodhoi kuvendi? Unë do thosha, siç thatë edhe ju, në fillim prodhoi shumë tym të zi, zift fare biles, por kam një lajm të mirë, në fund doli dhe tymi i bardh. Domethënë në fund e bëm kuvendin, e filluam kuvendin, edhe pasi doli gjitha i zift, gjitha i tymi i zi, edhe doli edhe nga Sadha gjitha i tymi i zi, në fund fare mbetën njerëzit të cilët realisht kishin interes, të cilët realisht kishin kuriozitet, po ashtu të cilët e kuptuan konceptin e kuvendit, një koncept i hapur bashkëpunëtor, edhe ne kemi ndenjur me mund të them me ajkën e atyre njerëzve që erdhën në atë ditë, kemi diskutuar 3-4 orë, diskutime të hapura, diskutime shumë të fryqme, edhe unë besoj që si ne organizatorët e kuvendit, po edhe ato njerëzit edhe ishin rreth 100 deri në fund, po edhe ato njerëzit dolën shumë të kënaqur nga takimi i parë, se edhe ky është një keq kuptim, sepse ne nuk kemi edhe forcën e mediave që të kuptohet eksaktësisht që ishte thjesht një takim i parë. Aty nuk ju e keni treguar në këtë rast që edhe pa media u bë gjithë ajo protestë. Po, domethënë këtë do thosha edhe unë, domethënë mediat që raportuan në mënyrë të njëanshme, që aty u bë hataja, agresivitet, zënka, në fakt atë e kishim llogaritur ne, edhe në fakt na bëri mirë, sepse gjëja më e keqe që mund të ndodhte atë ditë ishte që mos ta kishte marrë vesh askush, që u mblodhën ca njerëz. Kështu që edhe atë kishim të planifikuar të mediave, po edhe kishim planifikuar që në fillim do ketë zhurmuesit ose njerëz që deshin ta prishin kuvendin. Pse? Sepse ne bëm një ftesë të hapur dhe ne nuk mund të filtrojmë, se Dylber du ta dish që rreth 800 persona aplikuan për të ardhur atë ditë, 400 mbi 350 erdhën fizikisht dhe 150 ishin online, kështu që rreth 500 persona morën pjesë. Edhe ne nuk kishim as mundësinë as dëshirën ta filtronin paraprakisht, kështu që njerëzit keqdashësit bëni vetë filtrim në fillim, treguan veten, edhe tani kuvendi mund të vazhdojë të punojë me njerëzit që kanë interes. Ka nga ata që thonë që këta mund të ishin dhe të infiltruar nga brenda, domethënë ka pak kënaqësi nga brenda që dha një dorë për shkaktuar këto irritime aty. Nga brenda protestës, po thonë? Nga brenda protestës e kam fjalën, se edhe ju e kuptoni që jo i gjithë bërthama që është në shesh është aty. Mirë, patjetër, edhe kjo duhet shpjeguar, faleminderit për mundësinë. Protestuesit ose ato që na ndjekin në këtë moment, që kanë interes të protesta, ata duhet të kuptojnë diçka shumë të rëndësishme. Protestat janë të organizuara nga një grup njerëzish, edhe pse mund të jetë një grup fluid, iki njerëz, vin njerëz, por dikush e organizon atë protestë, mikrofonat, fonia,
Të gjitha ato nuk vinë vetë, nuk vinë nga qielli. Po nuk vinë vetë, por është dhe versioni tjetër që thoni ka dalë termi mikrofoni Xanum që thoni ju tani, dhe kjo është një lloj pakinajtie vetë. Po, këtë dohet të shpjegoj. Domethënë aty është një grupim, edhe grupimi ka qenë dytëzuar për një kohë të gjatë, ore do bëjmë një organizim, gjithë këtë do e organizojmë, do e çojmë në një stazh tjetër, apo thjesht do kënaqemi me organizimin e protestave vetë. Edhe ai grupimi që deshte ta çonte organizimin në një stazh tjetër, është iniciatori i kuvendit. Domethënë ai grupi nismëtar i protestave siç quhet, janë rreth 29-30 persona dhe shumica e tyre në mënyrë demokratike votuan që protestat të shkojnë në një stazh tjetër dhe që grupi organizativ i protestave dhe grupi i kuvendit të bashkëpunojnë, sepse është më së normale, Dylber, ne kemi folur, e gjitha du të shkoj diku, edhe nuk mund të shkoj diku vetë, siç thonë disa. Tani, pyetja është kjo, a ka përçarje, a ka hatërmbetje apo xhelozira? Unë do thosha jo, ka vetëm dallime. Çfarë është dallimi? Ai që shpjegova, domethënë dorim siç jemi, thjesht organizojmë protestën apo ta çojmë në një nivel tjetër. Në internet kanë dalë shumë fjalë, edhe mikrofoni Xanun, edhe unë kam hasur në internet, është njëri prej tyre. Tani unë do propozoja për të gjithë njerëzit, për të gjithë pjesëmarrësit në protest. T'i ulim gjakrat, sepse nuk është puna të zihemi se protesta a duhet të shkoj diku apo jo. Unë besoj se të gjithë në shesh janë dakord që protesta duhet të shkoj te rrezimi i Edi Ramës, edhe ato të kuvendit thonë shtojnë edhe diçka tjetër, jo vetëm te Edi Ramës, por edhe të gjithë sistemit. Kështu që aty jemi, edhe bashkëpunimi shumë i rëndësishëm, edhe përçarja intereson vetëm ato që mund ta kenë Xanun mikrofonin, edhe ato që janë prapa tyre që duan që protesta të shkojë huq edhe mos të shkojë diku. Po, ju keni bërë postime, po ashtu dhe faqja e Kuvendit të Qytetarëve mbi konkluzionet, po mund ta themi për qytetarët më thjesht për te termave apo çeje se mesazheve brenda fjalive, detajeve tjera. Kush është thelbi? Çfarë u vendos? Kush është hapi tjetër i radhës? Po, çfarë u vendos? Flasim çik popullorçe. Tani, kuvendi e ka gjenezën e tij, e ka në kulturën tonë. Domethënë, ne kemi pasur kuvende burrash, oda burrash, mbledhje, kongrese, edhe po ashtu niveli më i lartë beslidhje e njerëzve, e shqiptarëve, të cilët në momente të caktuara të historisë bëhen bashkë sepse vjen një rrezik shumë i madh. Deri këtu besoj për asnjë shqiptar nuk ka ndonjë shpikje, ndonjë çudi pse bëhemi bashkë në këtë formë. Çudia është kjo, ne kemi një formë moderne e bërjes bashkë edhe gjetjave të përfaqësuesve. Ai quhet Kuvendi i Republikës së Shqipërisë ose njihet ndryshe si parlamenti. Parlamenti ka funksionin modern e krijimit të kuvendit